Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Arrest shtëpie për ish zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Veriut Artan Grubi. Vendimi u dha nga gjykatësi procedurës paraprake në gjykatën themelore penale pas kërkesës së prokurisë themelore publike në Shkup. Krah asaj u vendos për konfiskimin e dokumentit të udhëtimit. Prokuroria vlerësoi se janë siguruar shumica e provave. I dyshuari është paraqitur vullnetarisht pranë organeve të ndjekjes dhe se ka tregues për rrezikun e sigurisë së tij në kushtet e paraburgimit. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është përparësi dhe kushdo që ka vepruar në kundërshtim me ligjin do duhet të përgjigjet sipas rendit ligjor, është apeli që vjen nga forca më e madhe e qeverisë së Maqedonisë VMRO-DPMNE pas arrestimit të zëvendës kryeministrit Artan Grubi. Në një kumtesë për mediat, VMRO pretendon se dëmi ndaj shtetit nga veprimet e grupit është mbi 8 milion euro. Dyshohet se së bashku me ish drejtorin e llotarisë shtetërore Përparim Bajrami zhvilluan procedura tenderimi që bien ndesh me ligjin. Pas prangosjes së vendës kryeministrit Artan Grubi, koalicioni Vlen deklaron se BDI po përballet momentin më të rënd të ekzistencës së saj politike. Rikthimi i grupit nuk është fundi i procesit, por fillimi i një zbërthimi që mund të çojë në demaskimin e plotë të mënyrës se si ka funksionuar BDI-ja, apelojnë nga Vlen. Sipas shumicës në pushtet, pyetja nuk është nëse do të ketë pasoja politike, por sa të thella do të jenë ato. Alianca për shqiptarët Arben Taravari shpresoni një bashkim me pjesën tjetër të Zjadin Selës. Në intervistë televizive, kryetari i Bashkisë së Gostivarit, Valbon Limani, tha se deri më sot nuk ka para apo konkret, por se do të punohet në atë drejtim. Sa i përket bashkimit të ASH-s, për të pas bashkim të këtill, patjetër që duhet të ketë edhe motiv edhe dëshirë nga të gjithë palët dhe nga të gjithë anët. Deri tani nuk shoh ndonjë hap konkret, por gjithsesi do të vazhdojmë të punojmë në atë drejtim. Ai komentoi si vendime personale largimet e disa prej eksponentëve të këtij fraksioni të Aleancës për shqiptarët. Për momentin janë larguar, mirë po prapë do të them është reflektim personal i tyre, vleranti për t'u përkushtuar profesionit dhe shkencës, ndërsa Gaddafi besoj që i nevojit është ndoshta një pauzë nga gjithë ajo dinamikë të cilën e ka pasur në këto. Rikthehet në përdorim pas 13 vitesh tubacioni përmes të cilit transportohen produktet e naftës nga rafineria në Selanik drejt rafinerisë Okta në Shkup. Ministria e Energjetikës deklaroi se janë bërë të gjitha kontrollet e nevojshme për funksionalitetin e sistemit dhe se ky është një hap i rëndësishëm për përforcimin e sigurisë në furnizimin me derivate të naftës. Kontrolli u krye nga ana e Byros për Meteorologji me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga Instituti Meteorologjik Çek dhe laboratori Metron nga Selaniku në prani të përfaqësuesve nga shërbimi doganor. Sipas ministres së Energjetikës, Sanja Bozhinovska, korrektësia teknike dhe saktësia e matjes janë parakushte kyçe për funksionimin e sigurt dhe transparent të infrastrukturës energjetike. Komisioni disiplinor pranë Federatës Futbollit të Maqedonisë së Veriut dënon broritjet nacionaliste në ndeshjen mes Vardarit dhe Bashkimit. Në këtë kusht e vendosi dënimin e skuadrës së Vardarit me 5.000 euro gjop dhe një ndeshje pa publik. Komisioni disiplinor konstatoi se vendimi i delegatit të ndeshjes për të dhënë paralajmërinë për shkak të broritjeve nacionaliste ishte i drejtë, si dhe vendimi për ndërprerje të përkohshme të ndeshjes. Ndërsa është hapur procedim dhe ndaj delegatit në ndeshje midis Shkëndijës së Araçinës dhe Prespës për shkak të mosdorëzimit të fakteve të rëndësishme lidhur me situatën për vendosjen e flamurit shtetëror në stadium, si dhe për rrethana të tjera që lidhen me organizimin dhe zhvillimin e ndeshjes, përkatësisht praninë e personave jo zyrtar në fushë gjatë ndeshjes, thon nga Federata e Futbollit e Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Kryeministri Albin Kurti vijon përpjekjet për krijimin e shumicës në zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Pas takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, shefi i qeverisë konfirmoi se koalicioni i mundshëm me LDK nuk garanton shumicën e mjaftueshme të votave për shmangjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Edhe vetvendosja 66 me partnerët me të cilët ka garuar bashkë dhe me pakicat që na janë bashkangjitur mandej, kur ja shton edhe 15 deputet të LDK-s bëhet 81. Pra me mzi. Edhe 81-shi nënkupton që bash asnjë deputet, as i vetvendosis, as i LDK-s, as i pakicave nuk bën të dështoj, ose e thënë më saktë mund të dështoj 1 po jo 2. Prandaj edhe vetvendosja me LDK-n nuk është një formulë e sigurt që ne ta tejkalojmë këtë çështje dhe të mos detyrohemi të shkojmë sërish në zgjedhje. Ai deklaroi se në këtë kushte nuk mund dhe as të blidhen nënshkrime për zgjedhjen e presidentit të Republikës vetëm me votat e vetvendosjes. Ne nuk mund të nxjerrim tash kandidat, edhe është e dëmshme nëse nxjerrim kandidat
e ndërkohë që kemi ngelur të numri 66. Ju e pat që kur kemi qenë të numri 56 në vitin e kaluar, nuk arritëm të bëjmë 61. Si do t'i bënim nga 66 të 80? Deklaroi Albin Kurti pas takimit me kryetarin e LDK-s. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumira Abdigjiku paralajmëron se për zgjedhjen e presidentit të Republikës kërkohet përgjegjësi e lartë politike, e cila nënkupton qartësi, maturi dhe vullnet për kompromis, në mënyrë që të shmanget çdo rrezik për paqëndrueshmëri institucionale. Pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, Abdigjiku theksoi se procesi i zgjedhjes së presidentit po zhvillohet brenda një afati të kufizuar kohor. Sipas Abdigjikut, pritshmëritë për kreun e shtetit janë që të luajë rolin kushtetues dhe të mos shihet si vazhdimi i shumicës qeverisëse. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, mohoi diskutimet me emra konkret në tryezën me Albin Kurtin për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Kryetari i partisë më të madhe opozitare informoi se nuk shkoi në takim të bëjë marrëveshje apo pazar politik. Në takim nuk kam pasur prezantim të ndonjë emri, as emër nuk është përmendur. Kemi diskutuar për parime e rregulla, deklaroi Bedri Hamza. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikoi qasjen e kryeministrit për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Deputeti nga radhët e Aleancës, Besnik Tahiri, deklaroi se takimet me krerët e opozitës, Bedri Hamzën nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lumira Abdigjiku nga LDK, përbëjnë mungesë të skajshme të transparencës dhe llogaridhënies politike. Për herë të parë në historinë e Kosovës kanë parë takime kokë më kokë për të zgjedhur një president, deklaroi Besnik Tahiri. Parlamenti i Kosovës duhet të zgjedhë presidenten ose presidentin e vendit deri në datën 4 mars. Kjo periudhë përkon jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit së presidentes aktuale Vjosa Osmani, mandati së cilës përfundon më 4 prill 2026. Për të garuar për president të vendit, një kandidati duhet të sigurojë të paktën 30 nënshkrime të deputetëve, ndërsa nevojiten 2/3 e votave në Kuvendin e Kosovës me 120 deputet për të zgjedhur presidentin. Kurumi në kuvend arrihet me 80 deputet, ndërsa nëse në 2 raundet e para të votimit një kandidat nuk siguron 80 vota, atëherë në votimin e tretë mjaftojnë 61 vota. Dështimi për ta zgjedhur presidenten apo presidentin e ri të Kosovës deri në datën 4 mars do ta çonte sërish Kosovën në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u angazhua me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në takimin e parë pas rikonfirmimit në detyrë, Kurti deklaroi se Prishtina zyrtare mbetet të përkushtuar për normalizim përmes njohjes reciproke. Përmes një postimi, mes të tjerash, Kurti deklaron se me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, diskutuan për rrugën e integrimit evropian të Kosovës, sundimin e ligjit dhe procesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kryetaria e Kuvendit e Kosovës deklaroi se më 26 shkurt pritet të hapet gara për 2 anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese. Pas takimit me komisionin e posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim në gjykatën kushtetuese, Haxhiu tha se palët janë dakorduar që komisioni në mënyrë të veçantë të inkurajojë gratë për të aplikuar për këto 2 pozita. Ne u dakorduam me konsensus që shpallja apo thirrja për 2 anëtarë të gjykatës kushtetuese të bëhet me 26 shkurt. Pra pas pak ditëve do të hapet edhe thirrja publike për këtë qëllim. Me këtë rast jemi dakorduar që komisioni në mënyrë të veçantë të inkurajojë gratë për të aplikuar në këto 2 pozita. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vijon të mbetet i bllokuar aksi kryesor lidhës me juglindjen e Shqipërisë. Kreu Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli pranoi dështimin e planeve për të dhënë një zgjidhje të përkohshme trafikut pas shembjes së aksit Librasht-Pogradec. Edhe 2 mundësi të reja të menduara përmes rrugës nga zona e Spatharit dhe hapje një rruge sekondare aty pranë në Dragostunj ka rezultuar të pasuksesshme, ndërsa janë në pritje të përgjigjeve nga shërbimi gjeologjik. Situata paraqitet kritike. Ajo që ne shpresuam që ishte një plan për shkitje deri në 6 metra, rezultoi që nuk është e tillë. Ne kemi rrëshqitje aktive. Nga diskutimet në zonën e banesave nuk ka një plan rrëshqitje, por megjithatë po mbahet në monitorim. Ju shikoni që ka një gatishmëri totale nga të gjithë institucionet, në bashkë edhe me drejtorin e rrugës. Ishte kreu Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli. Drejtori i Shërbimit Gjeologjik në Shqipëri Ardian Bylyku në intervistë televizive deklaroi se ky shërbim nuk ka qenë i përfshirë në studimet e kryera mbi ndërtimin e segmenteve si pjesë e korridorit të 8 në aksin Elbasan-Librasht. Bylyku theksoi se nga pikpamja e monitorimit në periudhat e fundit shërbimi gjeologjik nuk ka qenë i përfshirë. Ka ndodhur një rrëshqitje sezonale e cila si çdo rrëshqitje është fenomeni i shpeshtë dhe ka disa shkaqe. Në një rast të tillë, element kryesor është përbërja e tokës deri tek pjesa e kontributit të rreshjeve që kanë ndodhur në zonën e quajtur Arrat e Gurës.
Sipas tij referuar të dhënave nga dhjetori 2025, sasia e reshjeve ka qenë 3 fish në krahasim me 10 vitet e fundit. 26 organizata mjedisore kombëtare në Shqipëri kanë kërkuar nga qeveria publikimin e lejeve të dhëna për ndërtimin e rrugës nacionale Elbasan-Librazh-Bushtric si pjesë e korridorit të 8. Ne organizatat e shoqërisë civile dhe grupet lokale nënshkruese të angazhuara në mbrojtjen e mjedisit dhe interesit publik paraqesim të letër të hapur për të kërkuar marrjen e masave urgjente institucionale, verifikim të lishmërisë dhe masa konkrete lidhur me ndërhyrjet e konstatuara në lumin Shkumbin dhe brigjet e tij, veçanërisht në kontekstin e punimeve për ndërtimin e rrugës nacionale Elbasan-Librazh-Bushtric si pjesë e korridorit të 8, shkruhet në letër. Dokumenti drejtohet kryeministrit Edi Rama, ministrit të mjedisit Sofjan Jaupaj dhe institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e burimeve ujore dhe monitorim mjedisor, ku kërkohet ndërhyrje në terren përmes inspektimit, verifikimit dhe monitorimit të veprimeve të kryera. Bllokimi i aksit Librazh-Pogrades shkakton trafik në pikat e kalimit kufitar me Maqedoninë e Veriut. Për shkak të paralizimit të qarkullimit me juglindjen e Shqipërisë, kamionistët nuk e shfrytëzojnë dot më pikën e Qaftanës përmes së cilës aksesojnë pjesën tjetër të Shqipërisë dhe portin e Durrësit, por duhet të përdorin pikën tjetër doganore alternative të Bllatës. Në pikën kufitare të Qaftanës, rreth 30 kamion kanë mbetur në pritje për të kaluar kufirin, ndërsa disa drejtues mjetesh raportojnë se prej 2 deri në 3 ditësh qëndrojnë të bllokuar. Prishja e aksit Librazh-Prenjas ka detyruar shumë kamion të ndryshojnë rrugkalim dhe të kalojnë tranzit nëpër territorin e Maqedonisë së Veriut drejt Bllatës për të ndjekur më pas rrugën e Arbrit dhe kalimin në Tiranë. Mbetet në fuqi masa e sigurisë arrest me burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Vendimi është marrë në apelin e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nga gjyqtarja Nertina Kosova. Kryetari i Bashkisë Tiranës ankimoi vendimin e një shkurti të gjyqtares Etleva Deda për vimësinë e arrestit me burg. Ai kërkoi një masë më të butë, duke ofruar dhe garanci pasurora për çdo masë tjetër veç asaj në fuqi. Veliaj ndodhet në arrest me burg për korrupsion pasiv, pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve në burg. Edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoza, akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në 9 raste. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla konfirmoi në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve se Partia Socialiste nuk lejon heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Do të kemi një diskutim dhe e para një informim nga ana ime dhe antarëve të tjerë të Këshillit të Mandatit në një nga mbledhjet më të para të grupit parlamentar, ndoshta e para e mbledhjes e grupit parlamentar, sepse siç e dini, nuk e jep autorizimin Këshilli dhe pas atij komunikimi, sapo kolegu im Ulsi Manja të ketë hartuar plotësisht raportin në emrin e 5 sheston, sepse nuk pati dakordsi për të pasur një relator, do të kemi 2 relator. Zoti Manja do të hartoj raportin ton. Partia Demokratike pritet kërkojë nga Kuvendi të lejojë SPAK arrestimin e numrit 2 të qeverisë socialiste. Pas mbledhjes së Këshillit të Imunitetit, Gazmend Bardhi akuzoi kryeministrin Edi Rama se kishte urdhëruar 5 antarët socialistë të ktheheshin në buroj për Ballukun. Bardhi po ashtu zbuloi dhe qëndrimin e SPAK brenda në mbledhje ku kërkojnë arrestimin e saj. Edi Rama kishte urdhëruar sot 5 antarët e tij në Këshillin e Mandateve që të bëheshin buroj politike për të korruptuarën Belinda Balluku. Ajo që konfirmoi prokuroria është që po, situata penale ndaj zonjës Balluku është rënduar së tepërmi krahasuar me masat e para që gjykata ka dhënë ndaj saj, masat cilat në këtë moment të hetimit nuk mbrojnë dot hetimin e paanshëm dhe të plot nga prokuroria. Vendimi pritet të merret në seancë plenare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.